Kanadaja dëshiron përfitimet e një shteti amerikan por pa qenë e tillë në një postim në rrjetin e tij social Truth Social publikuar pas dështimit të negociatave mes dy vendeve, që u pasuan me vendosjen e tarifave amerikane në masën 50% ndaj madrave kanadeze. Presidenti amerikan Donald Trump ju referua ambicës së tij për ta bërë Kanadan shtetin e 51 të SBA-s. Ndër të tjera, Trump u shpreh se fermerët e vendit të tij për vite të tëra ishin përballur me tarifa masive nga Kanadaja. Kjo pasi kryeministri kanadez Mark Carney i cilësoi tarifat amerikane si një keq llogaritje që, siç u shpreh ai, synon të na dëmtojë dhe të na përçajë. Carney konfirmoi se duke nisur nga 8 shtatori, do të përgjigjej tarifave të Trump me të njëjtat përmasa, duke vendosur tarifa mbi çelikun amerikan, produktet e qumshit, pajisjet shtëpiake dhe ato elektronike. SBA dhe Kanadaja tashmë janë në një luftë tregtare. Kërkuan shumë dhe na ofruan shumë pak. Hyn në luftë kur sulmohesh dhe ne na sulmuan, u shpreh Carney një ditë më parë. Dështimi i bisedimeve tregtare i dha fund një marrëdhënie e thellësisht të integruar tregtare pa një rrugë të qartë drejt zgjidhjes. Dy vendet u dukën optimiste për arritjen e një marrëveshjeje në fillim të javës, por bisedimet dështuan pasi palët akuzuan njëra tjetrën për ndryshime të minutës së fundit. Ndërkohë, tarifat e reja amerikane për 50% do të zbatohen për një sër madrash kanadeze, përveç se atyre ekzistuese për çelikun kanadez, aluminin, automjetet dhe lëndën drusore.